Kemi folur së bashku dhe për autizmi virtual. Ka çuar një regresion të theksuar përdorimi i mjeteve teknologjike që disponon sot çdo fëmijë dhe e ka në duar një iPad, një kompjuter, një telefon, një video game e kështu me radhë. Si mendon? A mos ndoshta këtu kemi regres, po mund të kemi edhe progres mes këtyre njerëzve, mund të kemi një gjeni? Sapo ma përmendë fjalën autizmi virtual, më kujtuan qindra prindër të cilët janë drejtuar në derën e klinikës të pataksur, të friksuar, të cilët nga profesionistë qofshin logoped, psikolog, që në të vetën tonë me gjithë respektin që kemi për figurën personale tonën, si unë si logoped, nuk kam të drejtën e dhënies një diagnoze, kanë marrë këtë diagnozën e autizmit virtual, në të cilën e provuar dhe shkencërisht dhe nga Bambino Gesù është një diagnoze e cila nuk ekziston. E vërteta është e tillë. Jemi përballë fëmijëve të cilët përdorin ose kanë qasje shumë të madhe ndaj teknologjisë dhe janë ose më saktë diagnostikohen në vonesa gjuhësore për faktin që ekspozohen shumë lart nga teknologjia. A ka një mënyrë pra që me orë të moderuara gjatë ditës, teknologjia ti shërbej zhvillimit të fëmijës? Përdorimi i teknologjisë këshillohet gjithmonë nga profesionistët që të jetë pas moshës 5 ose 6 vjeçare. Çka do të thotë, sidomos në moshë të hershme, pas moshës 1 vjeçare, teknologjia absolutisht nuk duhet përdoret, sepse pastaj do na duhet të flasim për fenomenin e autizmi virtual, i cili është një fenomen që ka tmerruar prindër pafund. Le të themi fëmijë të diagnostikuar nga logoped apo psikolog, e cila nuk është absolutisht e drejta jon të japim një diagnozë. Ne mund të identifikojmë shumë mirë problematikat që mund të ketë një fëmijë, por e vetmja e drejtë është e mjekut psikiatër. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.